Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me formatin pa emër këtu në Antena Televizion për diskutuar në fakt nga një prej çështjet më kryesore. Flas për një prej çështjeve më kryesore duke pasur sensitivitetin e ngjarjes që përfaqëson Belinda Balluku. Numri 2 i qeverisë e cila me sa duket ka futur kryeministrin Rama në një përplasje me SPAK. Tashmë, vetë qeveria e Edi Ramës e ka çuar këtë çështje në kushtetuese. Pra, pezullimin e zonjës Belinda Balluku në kushtetuese. Çfarë pritet ndodh? Por në fakt në anën tjetër, ngrihen edhe disa pista. Pista të cilat lidhen drejt për drejt me një prej ngjarjeve më të rëndësishme, por dhe që do të marrë vëmendjen kryesore. A do t'i shpalli luftë Rama institucionit SPAK-ut për pezullimin e zonjës Balluku, dhe cila do të jetë loja sekrete që do të luajë Rama në kushtetuese. Këto janë disa prej tematikave që tashmë ne do të diskutojmë në këtë format të emisioni, por gjithashtu do të prekim edhe atë se çfarë ndodh brenda dyerve të kushtetuesës, por dhe brenda dyerve të kryeministrisë. Pse tashmë njësër mediash kanë heshtur për Belinda Ballukun? Çfarë po luhet në korridoret e pushtetit? Çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike? Këto do të jenë disa prej pyetjeve që ne do të mundohemi t'i japim përgjigje së bashku me kolegun tim, Marsit Gupi, ku ne do të diskutojmë dhe do të ndajmë disa perspektiva të ndryshme mbi një nga çështjet kryesore. Do ta nisim konkretisht me çfarë po ndodh me Belinda Ballukun për të ezauruar dhe për të shtjelluar çdo pyetje që mund të keni dhe ju, por edhe pyetje që kemi ne shpeshherë kur diskutojmë me njëri tjetrin. Do ta nisim konkretisht mbi atë se çfarë do ndodh tashmë brenda dyerve të kushtetuesës, por para se ta kaloj Marsit, mendoja që më mirë të lexojmë dhe për qytetarët. Lexojmë, po, që të jemi më të qartë mbi faktin. Të janë më të qartë mbi faktin se çfarë po ndodh. Vendimi i GKK-s për Ballukun në kushtetuese, qeveria ndërhyrje në ekzekutiv, ministri ka imunitetin e deputetit, pengon punën e Këshillit Ministrave. Qeveria argumenton se ky vendim cënon kompetencat e 3 institucioneve kushtetuese: kryeministrisë, presidentit dhe kuvendit. Kryeministria kërkon pezullimin vetëm të pjesës së vendimit që lidhe me pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut, duke pretenduar se ky akt prek interesat larta shtetëror dhe shoqëror si dhe vetë të individëve të përfshirë. Këshilli i Ministrave është drejtuar me 21 nëntor gjykatës kushtetuese për të pezulluar vendimin e gjykatës posaçme, e cila me vendimin e saj pezulloi nga detyra e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e infrastrukturës së energjisë Belinda Balluku. Qeveria kërkon pezullimin vetëm pjesës vendimit që lidhet me pezullimin nga detyrat zonjës Balluku, duke pretenduar se ky akt prek interesat larta shtetërore dhe shoqërore, si dhe të vetë individëve të përfshirë. Pra këto janë të paktën deri në këto momente ajo se çfarë ne kemi diskutuar dhe çfarë do të diskutojmë mbi këto premisa. Pra kjo është çështja e parë të dashur miq që lidhet drejt për drejt. Do doja në fakt që Marsidi të na japi një shtjellim. Marsid. Po Ermal, edhe unë ndërkohë që ti lexoje po shikoja komentet e disa juristëve që kanë filluar të shprehen. Unë në raport me vendimin kam qenë pro SPAK-ut. Për të shprehur një perspektivën time, për të qenë koherent edhe i qartë edhe me dëgjuesit. Unë mendoj që masa e sigurimit, e cila kërkuar nga prokurori i SPAK-ut zoti Dritan Prençi, është arsyeshme, është në proporcion me rrezikshmërinë shoqërore dhe me veprimet aktive që mund të ndërmarrë zonja Balluku në pozitën e ministrit, e cila mund të prishë hetimet, fakti i cili krijon dyshim të arsyeshëm edhe nga provat që janë pjesë e dosjes, ku vihet re se si zonja Balluku konkretisht me drejtorin e autoritetit rrugor të ARSH-s, pra zotin Elvis Berberi, i jepte direktivat se kur do të hapej procedura, kush do të ishte fituesi, si duhet takonte apo mos takonte njerëz, dhe madje i propozonte dhe kë njerëz duhet takojë dhe çfarë duhet i premtojë. Veprimet që ja krijojnë dyshim të arsyeshëm që pezullimi i saj nga detyra është i ligjshëm. Mirë, po çfarë ndodhi? SPAK i dha dhe kohën e nevojshme zotit kryeministër, duke qenë se me njoftimin e akuzës dhe me marrjen si person në hetim të zonjës Balluku, pra kur statusi i saj tashmë ishte person i marrë në hetim, zoti Rama pati kohën e nevojshme për të marrë masat e tij, qoftë shkarkimin e saj, qoftë zënësimin e saj, dhe vetëm në bazë disa ditësh, konkretisht diku te 10 ditë, SPAK
i propozoi për miratim gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar fuqizimin e masës dhe ekzekutimin e saj. Fakti i cili nuk u pranua nga avokatja Zogjës Balluku, kundërshtua, por gjykoi lan fuqinë. Tani normal çështja qëndron në këtë pjesë. A është, siç e pretendon zoti Rama, në kërkesën e depozituar në gjykatën kushtetuese, realisht veprimi i cili rëndon veprimtarinë ekzekutive dhe qëndrimi midis kompetencave të kryeministrit, të presidentit dhe të Këshillit Ministrave? Dëgjoj, që në momentin që një nga sanksionet penale është ndalimi i ushtrimit detyrës për afate 5 vjeçare ose më të ulta, tregohet që pezullimet që mund të jenë edhe si mas sigurimi janë të ligjshme para. Pse? Sepse personi konkret, i cili mund të jetë titullar i një institucioni, me veprimet e tij mund të prishi afatin hetimor dhe fazën hetimore të një shurtimi gjyqësor. Pra është momenti 6 mujor kur prokurori kërkon prova dhe fakte të cilat vërtetojnë ose nga ana tjetër erozojnë akuzën dhe më pas shprehet dhe dorëzohet në gjykat dhe i jepet dhe avokatëve një kopje e këtij fashikulli. Deri në momentin që ky fashikull përfundoi, ne nuk mund të flasim lidhje me faktet dhe provat të cilat do të merren dhe që janë totale në lidhje me gjykimin. Por ne kemi dieni mbi faktet dhe provat që ka krijuar dyshimin arsyeshëm që është telefoni i zotit Erviz Berberi. Dhe për të mos rënë në përsëritje, siç e thash pak më parë, zonja e ka treguar rrezikshmërinë e saj shoqërore që në momentin që ka ndryrë në kompetencat dhe në vendosjen e fituesit të tenderit të rrugës dhe të tunelit Llogaras dhe sidomos të lotit 4 mos gaboj të Unazës Tiranës. Unazës Tiranës. Shko, Marsit, rikujtoj këtu që 2 drejtorët e tjerë të ARSH-s dhe një drejtori OSSH-s janë marrë në masë i Keshit dhe i ARSH-s. Po, janë marrë në masë sigurimi ARSH-pie. Ish drejtori ARSH Gentian Gjyli dhe Radelezi. Po, dhe ky Gentian Gjyli ka qenë dhe funksionar i lartë para se Erviz Berberit kishte në thonjë zafatin e keq, se ne nuk e dim ai është në hetim e mund dali dhe i pafajshëm funditës, se ne edhe pse duket e pamundur, duket shumë e vështirë. Ka diçka, është edhe një problem që ndodhi në rrugën Qukës Qafë Ploç. Për shkak të motit dhe të rrshitjes derave dhe një nga rrugët e cila ka pasur një nga investimet më të shtrenjta, mos gaboj 290 milion euro. 260 milion euro për 41 kilometra. Pra ta gjojnë njerëzit 260 milion euro për 41 kilometra dhe mund të komentoni fakt. Ndërkohë që me 450 milion euro është bërë gjithë rruga Durrës-Kukës. Kuptoni se çfarë diferencë është bërë. 41 kilometra, 260 milion euro. Për ju që na ndiqni, edhe pastaj hajtë themi ne që këtu është punuar. Po ne e di kush është, unë e kuptoj, shikoj Armal, se duhet t'i bëjmë gjërat në kontekst retrospektiv. Unë e kuptoj që ka edhe një mlef të një mase të popullit që nuk kënaqet vetëm me ndëshkimin ose me marrjen e tim ose me kërcitjen e prangave për titullarët e ministrive ose drejtorive. Sepse të gjithë ngrenë devizën që po kryeministri ose po zvajti kryeministri në akuzë nuk ka rëndësi. Shiko, ideja është tu. Edhe në sistemin më demokratik, se që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka institute ligjore, siç është instituti i amnistisë, ku presidenti mund të amnistojë veten ose një rreth të caktuar në fund të mandatit. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që mund të merret e mirëqen që dhe kryeministri për sa kohë në detyrë nuk do preket, ose është i vetmi person që nuk cënohet. Por në momentin që SPAK-u godet njerëz të tij më të afërt, a krijon një kulturë të re në mënyrën e ushtrimit të kompetencave, pa çdo thotë që çdo bashkëpunëtor i Ramës sot e kupton që vetëm Rama është i paprekshëm. Secili nga ata është i prekshëm. Pra, a e thyen lidhjen e varësisë që secili nga ata të bindet Ramës në mënyrë të verbër? Unë mendoj që e thyen. Pra, kemi të bëjmë një standard të ri të raporteve me shefin politik. Dhe mos harrojmë që ne jemi një demokraci shumë e brisht dhe shumë e re, sepse kemi vetëm 35 vite dhe më shumë ka qenë tranzicion post-komunist se sa realisht konsolidim demokracie. Tani, SPAK-u me të mijat me të këqijat e veta, në 6 vitet e ekzistencës, e ka krijuar perceptimin që ndëshkimi i zyrtarëve të lartë është çështje e mundur dhe nuk ka të paprekshëm. Po ashtu dhe me kryetarët e grupeve kriminale. Dhe për ta risjellë, Belinda Balluku sot që ne flasim është numri 2 dhe është njeriu më i rëndësishëm i qeverisë Rama 4 brenda Partisë Socialiste. Gjithashtu. Më përpara, para asaj ka qenë numri 2 dhe njeriu më i rëndësishëm sot Irion Velia, i cili sot është pas hekurave. Dhe janë të vetmet raste ku kemi një kryetar bashkie dhe një zëvendës kryeministre dhe ministre në detyrë, të cilët
merr në procedime ndaj tyre ka dhe mas sigurimi. Marsit, ajo që lidhet me drejt për drejt me këtë çështje, në fakt që do doja Dhe më fal Ermal, le për ta përfunduar dhe më fal, të lutem. Edhe këtë. Dhe meqenëse Rama pretendon që këtu kemi cënim të dispozitave kushtetuese, të cilat janë dispozita deklarative, dua të rrisjell në vëmendje që jo më lart se para disa ditësh, shkarkimi i zotit Veliaj, i cili u nis me vullnetin e Ramës duke u imponuar këshilltarëve të majt që janë pjesë e Këshillit Bashkiak dhe dekretimi i presidentit për datën e zgjedhjeve dhe për rastin e Bashkisë në Tiranë tregove që vetë kryeministri ka vullnetin për të cënuar qoftë dispozitat kushtetuese deklarative e para, qoftë dhe cënimin e një parimi shumë të rëndësishëm që është parimi i decentralizimit të pushtetit lokal nga pushteti qendror. Tani një njeri i cili kryen, le ta themi në këtë lloj forme, këto sjellje që janë në kundërshtim me etikën kushtetuese dhe ligjore, nuk mund pretendoj sot që një mas sigurimi për një person që ka dyshime të arsyeshme, që mund të ndryjë në fazën hetimore të veprimeve procedurale, të mos pezullohet. Fakt, Marsit, ka një pikpyetje të madhe dhe këtu do doja mendimin tënd sepse do e shtjelloj pak nga ana, po them, jo profesionale se nuk jam jurist, por nga ana e perceptimit publik. Ata po kërkojnë pezullimin e zonjës Balluku si zëvendës kryeministre. Pra, zëvendës kryeministre është një post i emëruar nga Edi Rama. Zonja Balluku për pretendimet kushtetuese që mandati i deputetit. Për mandati i deputetit është i zgjedhur nga qytetarët. Pezullimi është dëshirë, për shembull Edi Rama mund të emërojë një tjetër, mund të emërojë Elisa Spiropali. Nuk vlen pretendimi që ka bërë dhe zoti Manjani, ta shpjegoj unë. Nenit 103 dhe as nuk e cënon. Nenin 72 mos gaboj, sepse duhet të hapur kushtetuta, e cila flet për mandatin e deputetit. Aty flitet për rastin normal të veprimeve të kontrollit në banesë, në ushtrim në kontrollit ose në ndalimin ose kufizimin e lirisë. Pra në marrjen e një personi në ndalim, pra kufizim lirie, pra në arresten me burg. Dhe në këto dy raste flitet për këto dy të drejta që i gëzon deputeti, këto kanë koshtrirë dhe në rastin e ushtrimit të detyrës së ministrit. Gjatë të cilat nuk kanë lidhje me masën e kërkuar. Asnjë nga prokurorët nuk ka shkuar në banesën e zonjës Balluku dhe të bëj kontrollin e banesës, dhe askush ka kërkuar ndalimin ose kufizimin e lirisë në kuptimin e masave shtrënguese të ndalimit dhe të arrestit. Kështu që kjo ideja e puçit shtetit ose e cënimit të mandatit i cili vlen dhe për ministrin, nuk vlen. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me kufizimin e të zgjedhuri, siç është mandati i deputetit. Këshilli i ministrave dhe çdo ministër konkret është i propozuar. Nuk është njëri i zgjedhur drejt për drejt nga populli. A zoti Rama Ermal, që ta dish, vetë nuk është person i zgjedhur nga populli, pasi populli ka votuar Partinë Socialiste ose Partinë Demokratike kryetarin, por nuk ka votuar kryeministrin. Po nëse e zoti Rama sot vendos të japi drejtje se do të konkurrojë për president dhe të bëj kryeministër zotin për shembull Gazmend Bardhi me një koalicion të gjerë. Po, me koalicion. Për shkak të situatës. Nëse gjykata për ndonjë veprim hetimor që mund të bëhet ndaj zotit Bardhi vendos ta pezullojë, çka kemi këtu? Kemi cënimin e vullnetit popullit, dhe pasaj dhe nëse në një kryeministër ose në një ministër në detyrë konsumon një figurë vepër penale, kjo e bën atë të papezullueshëm e të pacënueshëm, sepse gjithmonë kur ndërmerret një masë ose një vendim ligjor, është në njërin anë të peshorës interesi publik dhe në anën tjetër është interesa caktuar private. Po, privat. Ligji është interes publik, është shumatore menaxhimin të interesave publike. Po, kjo është fakt, është e vërtet. Shko, ajo që më bëri mua përshtypje Marsit son, ndërkohë që të gjithë flasin për Belinda Ballukun, dikush mundohet ta mbrojë, dikush duan të hyjnë në perceptimin që pse prokurorët i kanë nxjerrë përgjimet që ajo flet, dikush tjetër thotë që pse Belinda Balluku po të bëhet një padrejtësi, nuk merret askush me rrugët e lëna rrugëve. Ka pasur një diskurs të bukur Edi Rama kur ishte në opozitë, që ishte jashtë çdo konteksti politiku, thoshe, po çfarë doan shqiptarët, rrugë doan, që janë këto rrugë, vetëm investoni rrugë. Edhe pastaj mori këto bëri rrugë të Florindaj, sepse kur bën 41 kilometra, 260 milion euro është rrugë e Florindaj. Po ka qenë edhe spot elektoral i famshëm, rrugë dhe vetëm rrugë dhe rrugë. Po imagjinohet, bësh 41 kilometra, 260 milion euro, më thënë ajo është një rrugë e bekuar. Më thënë, më kujtohet ajo kur vinte Rama në Greqi që e bekonin ata dhe fiks dhe Rama me 260 milion euro ka bekuar.
apo dhe ajo foto kur kanë dalë këta se këta i zë edhe deliri, po të shikoj ka dalë një foto, ka dalë një foto, do me thënë, kur këta kanë qenë me goda vere, Ministria e Infrastrukturës dhe festonin. Tonë ishin 5 gra këtej, 5 gra këtej. Infrastruktura e qefit, mund ta quajmë. Infrastruktura e qefit, madje kjo mund të jetë një shkrim tematik, infrastruktura e qefit. Normale, po normal përveç infrastrukturës qefit. Si duket zoti Rama, për shkak se nuk ka kulturë ekonomike shtetërore, sepse gjë më e rëndë që kemi vënë këto 12 vite qeverisë së tij është ku janë parat, në kuptimin ku janë investimet, e ku e një, dhe 2 ku është rritja e buxhetit dhe ulja e borxhit publik. Gjë që s'ka berën. Dhe ai mendon që të ndërtosh rrugës njësoj si të blesh rroba, pra që rroba më e shtrenjtë është më e mirë. Dhe ai kujton që domethënë rruga e ndërtuar sa më shtrenjtë do të më rrugë më e mirë, ndërkohë që kur bien ato gurët, kur hapen gropat, kur shqet asfalti dhe kur ndodhin aksidente dhe asfalti për më tepër mirë që hapet, ose hapen ato gropat sikur jetojmë në Pekin ose sikur jetojmë në Japoni që është zonë sismike. Edhe kur ndodhin aksidente këtu të krijohet një lloj neverie normal, kur shikon këtë lloj propagande që është realisht jo. E di çam kujtove me këtë? Jo, e di kush është problemi i madh që kanë njerëzit. Se përveç se i tallin edhe i përçmojnë. Po jo, e di çam kujtove me këtë infrastrukturën e qefit edhe rrobat e shtrenjta, pash me njerë sa ma the, mu kryua me njerë imazhi, Marta Kroos me Elisa Spiropalin. Marta Kroos me një bluzë 20 euro, Elisa Spiropali me një veshje 800 euro. Dhe ne tentonim të hynim Bashkimin Evropian. Sa rroga një qiltari, se ka qenë Vangjeli shkret. Shqiltar aq mirë. Po, aq ishte. Ne do me thënë tentonim të hynim në Bashkimin Evropian, ku Bashkimi Evropian ishte i lirë, ne tentonim të imponojshim me rrobat shtrenjta. E madje kjo e vendosja dhe ditë kur ndodhi kjo, që u bë publike goditja e ballukut nga SPAK, doli rrugëve të Tiranës Elisa Spiropali, por dhe u kujdes që të ishte e veshur ashtu siç i ka ije, por jo siç ka qenë në kohën e opozitës kur dilte me bluze me vaj, pranë minatorëve, në ato edhe qytetarët i mbajnë mend. Kështu që në këtë kontekst edhe në këtë zhvillim të ngjarjeve, Marsit, unë mendoj që ditën e sotme më shumë ka bërë vëmendje prezenca e Altin Dumani në një takim ku ata përcaktonin vetëm përfaqësimin e shtetit. Por është përtej kur një njeri merr atë pesh, si gjithmonë nuk është mirë kur një njeri merr, sepse ne nuk mund të presim të ketë heronj, ne disa figura s'mund t'i mbështjelli me hiperbola. Por në gjithë të kontekst ku këta kryen, duket që Dumani i ka vënë me shpatullat pas murit. Dhe në gjithë këtë situatë të përballjes ligj politik, në gjithë të situatë të infrastrukturës qefit, të Ministrisë së Veshjes, të kryeministit piktor, se është bërë gati një tabloid shumë interesant në mënyrë se si është bërë arkitektura vetë shtetit shqiptar. Kështu që në gjithë të kontekst, unë mendoj që këta tashmë do t'jenë të detyruar, pra Edi Rama do t'jeti detyruar të përplaset me institucionin e SPAK-ut. Sepse vërtet do e çojnë kushtetuese, por tashmë me këtë hap të ri që ka bërë SPAK-u, duke parashtruar edhe analizën tënde, ata nuk e kanë asgjë që mund të kërkojnë dhe Edi Ramës nesër pas nesër pezullimin e postit kryeministrit. Se diskutohet, edhe e thashë për para. Po prandaj po them nga kjo. Pase shikoj Ermal, e di kush e dia se ka filluar domethënë të kemi alergji ndaj idesë se duhet më patjetër që të legjitimohet gjithë veprimtaria e SPAK-ut do të dënohet Rama. Domethënë unë nuk mendoj që kriteri i matës është do dënohet apo jo Rama. Sepse edhe Totorinës po të dënosh gjithë bashkëpunëtorët, domethënë po të kapësh gjithë strukturën e Koza Nostrës, vetëm Totorinës si ngjelej pasaj dilte vetëm e të ekzekutonte. Do thuash ti që një bie dhe qindra ngrihen, ikën një balluk, vjen një balluk tjetër. Jam dakord, pa i balluku tjetër që vjen do jetë më i kujdesshëm. Prandaj thash përpara kur vendosen precedentët që nuk ka më të paprekshëm, vetëm një është i paprekshëm, dhe është kryeministri, kushdo që bëhet ministër, ose do të njëri me nivel të ulët mental, që të pranoj të bëj çdo gjë që i kërkohet me idenë që le të bëj dhe burg po të nxjerrë ca para, dhe nuk besoj që ka njerëz që kanë një arsimim të caktuar dhe që ngrihen aq lart detyrë që ekzistojë me këtë logjikë që mund të ekzistojë një lac i rrugës, e para. Dhe e dyta është e rëndësishme të thuhet kjo gjë që shiko, rëndësi ka të bëhet progres në kuptimin a kemi pasur në këtë kulturë ndëshkimi para ekzistencës SPAK-ut. I vetmi rast
ka qenë dëshkimi i zotit Nano, i cili doli pafajshëm, pra i flas për zyrtarët e lartë. Dhe po ashtu, mos gaboj ka qenë dhe rasti i një zëvendës ministri. Në konkurs zoti Nikolin Jaka ka qenë zëvendës ministri i tregtisë, i cili më pas mori dhe i pafajsin. Këto kanë qenë dy precedent të zyrtarëve të lartë. Dakor? Dhe jo më larg se para disa vitesh ne kemi edhe precedentin e zotit Meta, i cili u kap me zë dhe me figurë, duke premtuar 7% dhe duke folur për 700 mijë dhe pa pikturë për gjykata lart 5-0 e shpallit pafajshëm. Dhe mos harrojmë që një ditë pas se të ndërmerret çështja, njeriu më i rëndësishëm dhe personi më i rëndësishëm i vendit, i cili atë kohë ka qenë kryeministër zoti Berisha, i shkoi për vizitë zotit Meta. Mase ta bekonte pra se shkonte në gjyqje të tjerë. Herman, nuk është çështje e re për mua veprimi që kanë personat që janë pjesë e ekzekutivit ndaj gjyqësorit. Sepse secili nga ata do mbrohet. Secili nga ata do anëtemojë drejtësinë, secili nga ata do bëj rolin skeptiku ndaj drejtësisë. Ne sot kemi edhe një problem të madh, për shkak sepse kryetari i opozitës është i marrë si person në një procedim penal, delegitimojnë spakun dhe kur bën veprimet të ligjshme dhe kur ndërmerr dëshkime ndaj zyrtarëve të lartë që bëjnë korrupsion. Sepse nuk legjitimon dot pjesën që dhe zoti Berisha ka një lloj dyshimi të arsyeshëm që mund të ketë konsumuar një figurë vepre penale se ajo korrupsioni të aktiv dhe pasiv. Prandaj po them që sot ajo që e zgjidh krizën politike në Shqipëri është restaurimi ose le të themi kështu ndryshimi i elitës politike. Të gjithë këto çështje penale çfarë tregojnë? Tregojnë cili është kriteri normal për të ecur sot dhe për të bërë dikushi në politikë ose në ekzekutiv ose qoftë legjislativ. Pra sot që ti të bëhesh ministër, kriteri që nga që duhet të firmosësh ato që të kërkon shefi politik. Pra një njeri që ecë në politik duhet të vijë nga interesat të caktuara ose nga flukset të caktuara kriminale, nga flukset të caktuara biznesi, ose duhet të jetë njeri i cili pranon të bëjë gjithçka që kërkon shefi vet politik deri në vetë sakrifikim. Deri në vetë filimin e tij. Pjesa më e madhe këtyre që janë atje, unë po kuptoj, sepse me deduksion janë njerëz që janë të gatshëm ose që vijnë nga këto perspektiva. Dhe askush nga ata s'është rasor. Dhe unë do ta mbyll me këtë ide. Zoti Dumani deklaroi dje në Bruksel në takimin e tij me prokurorin e përgjithshme të Belgjikës, që ne tha ai jemi kërcënuar nga njerëz të politikës, të medias dhe të krimit. Dhe gjithmonë është folur për një marrëveshje midis këtyre tre strukturave: politik, krim, biznes. Dakor? Shko, unë doja në fakt para se të vija këtu Marsit bëra një shkrim. Dhe e titullova Edi Rama po turpëron dhe Ilir Metën. Në perceptimin ton moral, unë nuk besoj që ka pasur politikan i cili është atashuar më shumë me korrupsionin në Shqipëri se sa Ilir Meta. Pra, perceptimi i gjithë shoqërisë shqiptare ka qenë që Ilir Meta është dhe ka krijuar një strukturë politike që ishin vetëm për të vjedhur. Pra, kapi një ministri e shkatronin atë ministri për ndërtuar pra shtetin për ndërtuar pushtetin e vet. Arriti në këtë nivel sa sot krimet e Ilir Metës apo po them krimet thonjza apo korrupsioni i Ilir Metës ishte një korrupsion pasiv apo primitiv dhe Edi Rama ka arritur ta ngrejë korrupsionin në sistematik. Pra, Edi Rama sot ka ngritur një strukturë të posaçme që përdor shtetin për të favorizuar privatin. Pra shteti i shërben privatit e jo anasjelltas, që privati duhet të shërbej shtetit. Po pse e them unë këtë? Ke dosjen e inceneratorëve, Marsit. Dosja e inceneratorëve, ti ke incenerator pa fund, nuk i incinerojnë asnjë pler, asnjë mbetje në terminologji, dhe kanë marrë qindra milion euro dhe paguan akoma. Incineratori i Tiranës nuk është bërë, paguhet nga 30.000 euro, 40.000 euro, 100.000 euro në muaj. Kemi fondet e IPARD-it që i vodhën. Bashkimi Evropian ty t'i dha këto fonde për t'i shpërndar tek bujqt, këta i bën rrushe kumulla. Ke kanabizimin, nuk ka ndodhur kurrë si në 35 vite, që struktura e shtetit të bëjë palë me strukturën e krimit dhe të mbillnin kanabis në çdo zonë të Shqipërisë. Kemi më pas sterilizimin, qindra milion euro.
Ne sot kemi Ilir Beqajn, Ilir Repajn, se kështu e kanë ata, pas sekurave, por akoma nuk kanë mbaruar por nuk kanë mbaruar akoma me procesin e serializimit. Dhe më e dhimbshme që ne pa me 2 reshje shiu, rrugët e lëna rrugëve. Me thënë rrugë të cilët kushtojnë me qindra milion euro, ne nuk duam as të abuzojmë që temi vërtet se unë e kuptoj që një rrugë ka investime, por 41 kilometra. Dhe ne të pyesim këdo inxhinier rrugë, këdo ekspert rrugë të shkoj 260 milion euro, kjo është për te të logjikshmësh. Në anën tjetër kemi tunelin e Llogaras, zhduken 50 milion euro si me magji. Futen atë tunel dhe ne prisim që të dilte dritë atje nuk dolën asgjë, u zhduken 50 milion janë faktike. Lere se sa mund të jenë zhdukur me magjinë e tunelit. Dhe në këtë kontekst askush nuk flet. Duan ta parcelizojnë gjithë bisedën e tunelit në kanë nxjerrë një shprehje kush është Palloshi dhe kujt i thot ajo biç, se çfarë po na intereson kush është Palloshi dhe kush. Këto janë mbrojtje shkolla dëgjoj. Dhe këto janë mbrojtje shkolla. Dhe po të them vetëm diçka masit. Në këtë tragjikomedi që luhet mbi kurrizin ton, kur ne themi Ilir Meta është diletant para Edi Ramës, ne vërtet mund të qeshim, por kjo është një fatkeqësi për Shqipërinë. Po ka evolim korrupsioni dhe vjedhja, sepse në qoftë se në atë kohë Ilir Meta përfiton dhe 700.000 euro si ministër dhe si zëvendës kryeministër, vetëm pastruese si shërbente sekretares të Ministrisë të Financave u gjetën 350.000 euro të vjedhura. 400.000 euro. Kështu që kemi evolim, kur arrin të bëj pastruese 400.000, imagjino se ç'bëjnë ministrat e drejtorët, arrëshës edhe të tjerë. Ka dalë një foto, se unë të thash, ka dalë një foto që këta festojnë, janë gjithë të gëzuar. Do më dhënë, ajde apim shampanja dhe se ajo ka një gjikos që thot godat lartë, edhe këta janë gjithë me godat lartë, janë shtrira atje. Sa do kemë firmos në një tjetër, mund këtë qenë dhe kjo që kanë firmosur tunelin ata. Edhe kur firmos tunelin të jenë botën tënde pas të zë. Ka përlogaritur ata se çfarë mund të arrinë. I mori të tërë tuneli brenda. Kjo është problemi. Sot të gjithë janë në tunel. Ai tunel, ne këtu e kemi diskutuar bashkë. Tuneli personifikon anën e errët ose drejtijet e errëta të çdo personazhi. Po prandaj po them. Domethënë brenda atij tuneli ka shumë pikpyetje, ka shumë të fsheta, luhen shumë intriga, përfaqësojnë shumë interesa dhe që të bësh për vete atë tunel, duhet kishe një pushtet absolut. Dhe ti e di që kur kërkon me domosdo, dhe këtë na i ka mësuar historia, të kapësh një pushtet absolut, kostot janë të larta që duhet të paguash. Dhe jo të gjithë e marrin përsipër të paguajnë këto kosto me çmimin e vetëm që të fitojnë një tunel. Shiko, unë di them të gjerma që nuk e di, mbase që ka dhe pëlqim popullor me idenë të fortit e mashtruesit e Dinakut, Ajdutit, sepse Edi Rama në këto 12 vite qeverisje ka treguar që duke filluar që nga bashkëpunëtorët e vet të afërt si ministri i Brendshëm, si zëvendës kryeministri, si ministri energjetikës, si ministri i mjedisit, si ministri i mbrojtjes, si kryetari i bashkisë, që është një person i cili nuk di të zgjedh, sepse politika është menaxhimi i interesave nëpërmjet njerëzve që ti zgjedh të menaxhojnë të interesa. Në moment që ti dështon në secilën zgjedhje, nuk je personi i dur që menaxhosh interesa, ose e shikon menaxhimin e interesave si mundësi për të vënë paratë të tjerëve në xhepin tënd. Dhe si duket Edi Rama pas ka pasur kompleks kur ka thënë dikur që nuk ka burnën edhe bir kurve të kërkoj lekët e veta në xhepin tim. Sepse e ka ditur që xhepi i tij është i mbushur me paratë të tjerëve. Dhe kur iku në Francë, zotëria në fjalë, ka ikur sepse ka marrë dhe honoraret e Fatos Lubonjës. Kur shkruani në gazetën koha jon, dhe ka pranuar dhe vetë zoti Lubonja. Po, është vërteta. Kultura e hajdutit e kleptomanit, i cili vjen në mënyrë të pavetëdijshme, si duket ushtri ka dhe në shtet. Jo, shtetu ushtri nga më shumë, me çfarë po kuptojmë ne, puna është që çdo gjë duhet ta vjedhësh. Se nëse kërkon që të rritesh në atë detyrë, më thënë, po të shikosh tërë terminologjinë, ne kemi Ametajn sot pas sekurave. Po. Do të thënë, perceptimi i një hajduti, Sajmir Tahiri, perceptimi i një hajduti, Ilir Beqaj, e ka thënë Alim Kosova, ti ke gishtin e vogël i tha të dorës sa kemi ne gjithë dorën. Imagjinoj çfarë i bën ti fondeve të bujqësisë, si tha, ato të shëndetësisë.
Pra këta mërësit terminologjinë, unë ta kam thënë, Rama kam mbledhur rreth vetës të ngjashmit. Po. Dhe të ngjashmit janë sulur shtetit shqiptar për ta vjedhur dhe për ta shkatruar. Dhe në momentin që ka dalë kjo, ke modelin e Erion Velie, çfarë perceptimi kishte Erion Velie në publik? Kishte një perceptim të një burri me karakter, të drejtë, se kishte këtë perceptim. Kishte një perceptim që ishte një njeri i cili mundoi t'i bine sa në sy Ramës dhe mundoi që t'ishte pranë Ramës një njeri i cili në fakt e idealizonte dhe kërkonte ta imitonte në çdo aspekt. Po. Por nuk kemi parë kur një Erion Velie i cili t'ishte një politikan i fort, i hekur, me karakter, me qëndrime. Kështu që në këtë kontekst... Ka qenë politikani traumatizuar, do të thuash? Po, i traumatizuar. Të gjithë ata që kam... Unë në kjo bëj vetëm përjashtim se Emir Tahirin, që s'ishte i traumatizuar. Të gjithë ata që ishin te Rama ishin të traumatizuar. Zonja, zotri, Fatmir Xhafa jo. Këtu t'jemi korrekt. Fatmir Xhafa jo. Se, është shkollë tjetër politike. Unë them këta që u rritën me... Se për shembull me sektin e rilindjes, po thua. Tani ne kemi edhe Ben Blushin që i doli hapur kundër. Kështu që ka qenë disa aktorë aty që nuk e kam vuajtur këtë, se kanë qenë me hapa të para. Po, ka qenë jashtë magjisë të traumës. Ja u tha Blushin në parlament, ja u the mu se ju nuk e njini, ju keni ardhur tani dhe e shikoni nga poshtë lart. Po na pyes ne që jemi të barabarta që e kemi parë, ju nuk e dini se si vinte te Gramozi. Po ka thënë ai që vinte Qandet e shtëpia ime te shtëpia Gramozit që kërkonte mundësinë të bëj kryeministër. Madje ka të tjerë që thonë që nga 2 metra është i aftë të bëhet edhe 1 metër edhe gjysmë metri, që duket më shkurtër se qëllimin, po. Kështu që në këtë ka treguar me Ilir Metën ai që u zvoglua, pastaj kur e pati mundsinë i ra me kap si top bab. Kështu që kjo është e vërtetë. Po cilësi dhe për të pasqyruar në një realitet, si realiteti politik shqiptar, se cilësi e dobishme, për jo si cilësi, le ta themi kështu, e cila është virtyt. Dëgjoj mal. Edhe Machiavelli në librin e vet Princi, nga të gjithë komentuesit e shkencave politike, e tregojnë që gjithë Dinakrit, që ai pretendon aty dhe mënyra për të fituar pushtetin, është në dobi të Republikës. Nuk është në dobi të individit vetëm. Ai aty po ta vesh flet për virtytet e Republikës, dhe virtyti i Republikës është vazhdimësia dhe begatia e saj dhe prosperiteti. Por në moment që Republika ta rikthë virtyt, duhet që të ketë një princ të konsoliduar, i cili të ketë frikë nga populli dhe të konsolidojë pushtetin e tij, në mënyrë që mos e ketë frikën e rënës nga pushteti dhe pastaj të punojë për shumatorin e interesave të qytetarëve të Republikës së tij. Këtu është e kundërta, këtu sa më shumë konsolidohet pushteti, aq më shumë është mundësia për të vjedhur, jo për Republikën, jo për interesin e shqiptarëve. Sepse të shikosh çdo mundësi e lejeve ndërtimit, të shikosh çdo ndërtim rrugësh, të shikosh çdo koncesion, çdo tender, të shikosh çdo dhënie certifikate pronësie, çdo legalizim, çdo bashkëpunim, partneriteti publik-privat, çdo kontratë administrative, çdo shërbim publik si mundësi për të bërë para dhe si biznes, kjo tregon etikën institucionale që ka shteti shqiptar sot. Kaq e thjeshtë është. Në fakt kjo është e vërtet në gjithë të kontekst. Mërësit, do doja të prekim pak, duke qenë se besoj që e zauruam të pjesë protestën e Berishës ditën e djeshme. Po s'është protesta, as foltore, foltore. Ajo është muhabet. Ajo është thjesht një parad masditeje. Edhe parad e vogël. Do më thënë, elektoratit demokrat, ato 500 votat e famshme që i kishte para 3-4 vjetësh, janë të zbehur sot, për shkak të mosbesimit që kanë ndaj elitës drejtuese të Partisë Demokratike, përfshi dhe vetë zotin Berisha. Realiteti kërkon ndryshimin e elitës politike. Elita politike mundohet të rezistojë, rezultati është ajo foltore, protest, parad apo takim para kryeministrisë. Kjo është, mendoj, mendimi që mund të them. Edhe më duket si diçka e pa vlerë në moment që nuk ka frymë dhe nuk ka numër njerëzsh. Në fakt, unë e mendoj në vend që të mbledhin strukturat edhe të bëjnë hapjen e partisë dhe hapjen e garës dhe mundësinë e rinovimit të elitave me foltore rrugësh. Nuk kemi nevojë as për zotin Koreshi tregoi Barceleta kur imiton zotin Muslim Murrizi, se zoti Koreshi mundohet të imitojë Muslim Murrizin, është një kopje në miniaturë e zotit Murrizi.
As nuk kemi nevojë të dëgjojmë gjuhën e kërcënimit. Ajo zonë vetëm Batuta Xhin nxjerr ajo zonë. Jo, nuk ka, ai është origjinal, ta tjerët janë kopje. Është thjesht fare. Njësoj si zoti Saliani për shembull mundohet të kopjojë Flamur Nokën Korç. Ka tjetër lloj kulture, realiteti korçar. S'është kultura forcës. Është një parti që mundohet të ketë vazhdimsi duke kopjuar të shkuarën. Mërsit. Uroj që t'i jepet mundësia atij doktorit të ri që fol atje në Shkodër kur ishte foltora që të bëhet kryetari i partisë. Po ka qenë një djalë i ri që imitonte, por e fshin atë, duket sikur ju rrezikua karriera nga ai dhe thanë më njëherë tash dukem. Shkoj, di çfarë mendoj Mërsit. Kur shikoj Partinë Demokratike në këto momente ngre vetëm disa pikpyetje që pse zoti Berisha është këtu. Po. Dhe nuk e lidh vetëm me faktin që është shpallur non grata, se kjo është një gjë që ata munduan ta zhbënin, munduan të krijonin fabula, por e lidh vetëm me diçka thelbësore. Zoti Berisha, kur u rikthye me foltore 1, premtoi që do të rrëzonte Edi Ramën për 6 muaj. Nuk e mbajti si premtim dhe edhe pse ishte e kuptueshme që nuk do ta bënte dot për 6 muaj. Zoti Berisha premtoi që do e vendosnin deputetin demokratët. Në asnjë moment vetë zoti Berisha, në asnjë moment nuk ja u besoi vullnetin demokratëve. Pra edhe me primarit ndryshe votuan demokratët, ndryshe zgjodhi Berisha. Zoti Berisha më pas zgjodhi përsëri rreth vetës të mbante njerëz të cilët jo vetëm pensioni politik i ka kapur, por i ka kapur dhe pensioni i punës. Po çikosh Tritan Sheun, Jozefina Topallin, dhe disa emra tjerë të cilët nuk thonë ma asgjë me vokacionin e tyre. Se mirë zoti Berisha e krijon një fabul, por këta emra nuk thonë asgjë. Zoti Berisha nuk arriti dot Mërsit që t'i vendoste pikat mbi i edhe me përfaqësuesit e qarqeve. Zgjodhi përfaqësuesit më të dobët. Edhe pasi bëri këtë gjë, zoti Berisha nuk guxoi të bënte një analizë për humbjen e 11 majit. Savajdi deri në atë pikë përdori një truk politik dhe tha nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme lokale, por do mbështesim kandidat shoqërisë civile, a thua ti se Partia Demokratike, partia më e madhe opozitare u kthye në një OJF dhe po rivalizonte Agron Sheajin apo Adriatik Lapajin. Kështu që në këtë kontekst, duke mos parë që nuk ka mbajtur asnjë premtim dhe duke shkelur mbi fjalën e dhënë, dhe duke parë që ka një problem shumë thelbësor me drejtësinë, situata është e tillë. Zoti Berisha të vazhdoj çdo lloj foltore e ka të pamundur të mobilizoj sot në këtë moment që flasim, të mobilizoj demokratët, se nuk po flas më për elektoratin gri, se elektorati gri nuk të afrohet kur shikojnë që aty akoma është një luftë dhe ka shumë pikpyetje. Por të kesh, edhe këtu po të marr rastin e Tiranës, të kesh njerëz të cilët kanë fabul për të shitur dhe kanë qenë në Partinë Demokratike në ditë me stui, në ditë me breshën, në ditë me borë, se diell shumë pak ka parë PD-ja, të jemi të sinqert, dhe ti thuash unë do zgjedh një kandidat nga shoqëria civile. Kjo është që ti kërkon Partinë Demokratike ta kthesh në një OJF që ta përdorësh si çdo ti. Dhe në këtë panoramë Mërsit, kur të vinë ditët e vështira, nuk të del më askush për të mbrojtur shpatullat, sepse ti i ke munduar që t'i lësh sa më vetëm në gjithë kontekstin e zhvillimet politike. Kështu që kjo është arsye që mendoj unë pse Berisha sot është në këtë situatë dhe për më shumë e dëmton dhe fakti që ka zëra, unë e ditë sigurt, por nuk mund të them do të emra Mërsit, them dhe këtë. Nuk mundet të jetë një parti politike që të ketë nën punës të Veliaj dhe nën punës të Ballut. Kush është defekti i madh i PD-s që ka që vitin 2013 deri sot normal, për ta përfunduar mendimin im, edhe që është bërë bajat, janë ultimatumet. Edhe marrja e realitetit si fakt i kryer. Është gabim që ka bërë dhe Basha diku. Sot Edi Rama s'është më kryeministër, Edi Rama do shemi teatri kur kalojmë trupat tan. Flamur Noka që bërtiste ndiqni kryeministrin shqiptar se Edi Rama u shkarkua. Njëtin gjuhë ka pasur dhe Berisha, do të riqen zvar, do merren zvar. Kjo lloj diskuri secet më. Edhe mendoj që i përket së shkuarës. Të zgjidhet një elitë e re, një kryetar iracional,
i cili të flasi një gjuhë etike, me një frymë politike dhe në raport me realitetin dhe me faktin, me ç'është e mundur. Gjuha e ultimatumeve nuk ecën më. Ka që thjesht. Është shumë e vërtet kjo. Këta e kanë bërë bajat. Dhe të dy Gjua të kryetarët- mbulon dhe gjua të zbulon. E po them shumë e zmbajti fjalën, pastaj të bie dhe autoriteti. Këto fakte që kjo qeveri ka ditë numëruara dhe 6 muaj jetë ka kjo qeveri do ndodhë revolucioni. Rini Race teatri nuk shembet se do ta shemin kur kalojnë mbi trupat tanë të vdekur. Nga sot s'është kryeministër, ura, bërtitje, me qyshi, me gur, me daulle, me leva, me varre. Është e shkuar. Masit, besoj që ne 40 minuta konsumuam që kishim për të konsumuar, mund të qëndrojmë dhe më shumë të flasim. Jo, por mendoj që nga herë të flasësh shkurt dhe drejt për drejt është më mirë sepse madje nesër unë besoj që mund diskutojmë dhe pak të dhe do tentojmë edhe të ftojmë Artan Hoxhën, t'i shkruajmë pse shpallën non grata atë, se tani ka zera që thonë që ai ka shkelur ato 30 ditët, 90 ditët e... Ta pyese me kënaqësi më të madhe. Se do mundohemi t'i shkruajmë, po na u bashkua zoti Hoxha, ne do të mundohemi t'i shkruajmë dhe të ndajmë edhe disa pikpamje ty, po mund ta diskutojmë edhe me njëri tjetrin nesër që mbi ç'perspektiva perspektiva u bë Artan Hoxha në grada. Nëse nuk do ketë ngjarje të reja me kënaqësi më të madhe. Kështu që marrësit besoj ta mbyllim. Kështu që të dashur miq, faleminderit që bëni subscribe në Antena Televizion, faleminderit që na ndiqni, nga unë dhe Marsidi, miru pafshim dhe natën e mirë.